nderuar kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim zoti Ilir Meta, e nderuar kryetare e LGI zonja Klajda Gjosha, i nderuar zoti Luan Rama, të nderuara zonja dhe zonjusha antare të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Përgatituni, do të zgjatem ndoshta dhe tingëllima ime nuk do të jetë klasike. Në legjislacionin shqiptar sankcionohet zyrtarisht barazia ndërmjet burrave dhe grave. A thua barazia të ekzistojë? Lëvizja Socialiste për Integrim, në objektivat kryesore politike të saj, ka prioritet barazinë gjinore, zhvillimin dhe rritjen e rolit të gruas në shoqëri. Problemet e grave në realitetin tonë ndeshen në arsim, në shëndetësi, në punësim. Prioriteti i lëvizjes së gruas për integrim është parandalimi i dhunës në familje. Synimi kryesor i lëvizjes së gruas për integrim është përfshirja e çështjeve gjinore në politikat publike nëpërmjet planeve konkrete të veprimit të detajuara dhe buxhetuara për të hedhur bazat për avancimin e barazisë gjinore dhe minimizimin e fenomenit të dhunës. Për sa i përket fuqizimit ekonomik të gruas, si një ndër kushte themelore për arritjen e barazisë gjinore, Lëvizja e gruas për integrim ka si qëllim rritjen e numrit projekteve apo programeve të cilat nxisin formimin profesional dhe punësimin e grave dhe vajzave dhe shtrirja e këtyre projekteve në zonat rurale. Janë një sër problemesh që kanë vajzat dhe gratë sot në Shqipëri, por Lëvizja Socialiste për Integrim ka si objektiv rritjen e numrit të grave dhe vajzave në vendimarrjen politike, rritjen dhe ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare për pjesëmarrjen aktive të grave dhe vajzave në politikë. Që këto objektiva të bëjnë realitet dhe të arrijmë që roli gruas në shoqërinë tonë të zërë vendin që i takon, na lind detyra të gjitha së bashku të punojmë për një mbështetje sa më të fuqishme të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ndaj të gjithë së bashku në 23 qershor të kontribojmë për fitoren e LSI-s, pasi në këtë mënyrë do t'i japim mundësi të ardhmes së vendit të gjithë shqiptarëve dhe gjithë grave dhe vajzave që janë në këtë sallë dhe jashtë saj. Unë do ta mbyllja me një thënie të Oscar Wilde, që kush s'ka përkrajen e grave s'ka kur sukses. Pra LSI-ja e ka këtë përkrajen e të gjithë neve. Rrof Lëvizja e gruas për Integrim, rrof LSI-ja fitore në 23 qershor. Ju falenderit.